Zonja dhe zotëri, mirë mbrëma, kemi nisur kështu edicione e lajmeve të orës 19:30 këtu në televizionin 7. Nesër Kosova voton në raundin e 2 të zgjedhjeve lokale. Balotazhi mbahet në plot 18 komuna e në 3 prej tyre KQZ këtë të shtunë certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kryetar. Kjo u bën në Prishtinë, Mamush dhe Junik pasi u konfirmua si gjithçka ka marrë fund sa i përket ankesave. Nga ky institucion sot njoftuan për përgatitjet finale në mbledhjet që u bajt nuk munguan për plasjet. Një tjetër mbledhje, një tjetër përplasje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Diskutimi për votimin me asistencë për personat me analfabetizëm ndezi debat të fortë mes përfaqësuesve të LVV-s e PDK-s. Vetëvendosja akuzoi PDK-n se përmes kësaj forme të votimit po rikrijon të ashtu quajturin tren bullgar, këtë herë me vulë kosovare. Treni bullgar, në Republikën e Kosovës është instaluar nga PDK. Në zgjedhjet lokale, jo përse tjetër të vazhdu. PDK-ja e ka zbuluar tren bullgar në Kosovë. Tash po e përdorin trenin kosovar. Treni kosovar është e vjedhën e hapur me votën asistencë. Nga ana tjetër, Ilir Gashi nga PDK kërkoi sqarime për doracakët. T'ju thoni se për këtë kategori, unë jo personalisht qytetar që nuk din shkrim lexim. Edhe më thoni cili është dokumenti që ai duhet me dëshmu që nuk din shkrim lexim. Edhe jemi në rregull. Drejtori i sekretariatit të KQZ-s Besnik Buzhala theksoi se çdo votim me asistencë duhet të mbështetet në dokumentacion zyrtar. Çdo votim me asistencë duhet me u dëshmu përmes dokumentit të lëshuar nga institucioni përkatës. Dhe më thonë, përkutje me rregullonet zgjedhore, procedura e votimit dhe numërimit në vend votim është hartu konkretisht me nenin dhe të kësaj rregullore. Por kjo nuk i qetësoi përfaqësuesit e vetëvendosjes. Alban Krasniqi nga ky subjekt politik e cilësoi këtë praktikë si manipulim të hapur me procesin zgjedhor. Shqetësues tashmë nuk është kjo keq kuptim. Kjo tendencë e qartë për më mundu me manipulu procesin zgjedhor. Hapur qysh është manipulu. Edhe ne i dim 2 komuna, po ka komuna dhe tjera ku është manipulu hapur. Antari tjetër, Sami Kurteshi, akuzoi PDK-n se përmes votimit me asistencë po tenton të vjedh votat dhe të shkel dinjitetin e qytetarëve. Është shkelje, organizim i qartë kriminal për vjedhjen e vullnetit politik të votuesve. Nga kampi i PDK-s Arjanet Elshani tha se statistikat dhe analizat për këtë çështje janë miratuar dhe ligji aktual e trajton ndryshe. Statistikat i kemi të miratuar edhe analizat të votimit me asistencë në zgjedhjet lokale 2021-s, për zgjedhjet e 2019-s dhe për zgjedhjet e 2017-s. A ka qenë ligji ndryshe? Ka qenë ligji ndryshe. Përtej polemikave, KQZ të shtunën certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kryetar të komunave në Prishtinë, Mamush dhe Junik. Pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa konfirmoi përmbylljen e të gjitha procedurave lidhur me ankesat për këto komuna. Në përmbyllje të mbledhjes u konfirmua se përgatitjet logjistike për rundin e 2 të zgjedhjeve janë finalizuar. E ditën e fundit të fushatës zgjedhore shfrytzuan partitë për ta përmbyllur atë me takime dhe aktivitete të ndryshme. Tashmë gara për zgjedhjet lokale ka arritur në minutat shtesë të lojës. Kanë mbetur më pak se 12 orë prej kur qytetarët do të kenë mundësi të zgjedhin të preferuarin e tyre. Të shtunën, kandidati i lëvizjes vetëvendosje për Prishtinën Hajrullah Çeku e vazhdoi fushatën e tij. Ai fillimisht u takua me komisionerët e partisë e më pas edhe i falenderoi për përkushtimin e përgjegjësinë. E nga aty vazhdoi për në qendrën rekreative Brez pas Brezi, për çka tha se këto formacione artistike kanë vepruar për vite të tëra pa asnjë mbështetje nga komuna. Ndërsa ai me të cilin do ta ketë përballjen përparem Rama i Lidhjes Demokratike të Kosovës, përuroi stadiumin e ri në Prishtinën e Ri. Rama shkroi se kjo është një hapësirë e re për sport për të rinjt dhe për frymën e bashkimit. Sportistët i promovoi edhe kandidati për kryetar në viti i LDK-s Sokol Haliti. Ndërkohë në Gjilan, kandidati i lëvizjes vetëvendosje atje Alban Hyseni, përmes një postimi tregoi se ditën e fundit të fushatës e nisi me kryetarin e partisë Albin Kurtin. Bashkë me të, Hyseni mori pjesë në përurimin e dronit skifter të prodhuar nga kompania inovative Future Minds Academy.
Në Mitrovic, Arjan Tahiri i PDK-s i vazhdoi vizitat në shtëpitë e qytetarëve. Ndër tjera, një ditë para ditës së zgjedhjeve, ai zgjodhi që sërish të jetë pjesë e debateve televizive. Ndërsa në Suhari, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bali Muharremaj, lajmëroi për kërcënimet, shpifjet e lajmet e rrëmet të cilat po bëhen ndaj tij dhe familjes. Muharremaj tha se të gjitha këto do të kalojnë nëpër organet e drejtësisë dhe faktet do të ballafaqohen në gjykatë pas zgjedhjeve. Në një prej komunave ku partia e tij është në garë, qëndroi edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ai nga Gjakova përveç për garën atje, ju lut prap opozitës t'ia votoj Glau Konjufcën si kryeministër. Ne kemi dëshmuar që pavonesa ecim përpara, prej Komisionit për verifikimin e mandateve, pastaj me propozimin për Albulena Agjiun, pastaj me ndryshimin e propozimit për shkak se këtë na imponoi gjykata kushtetuese, jo me të drejtë besojmë ne, dhe derisa e zgjodhëm kryetarin e kuvendit Dimal Bashën dhe u konstitua kryesia e kuvendit, ashtu siç edhe ne kishim sugjeruar me Nenad Rashiqin si njëri prej nënkretarëve, pra aty e kemi edhe Albulenën, e kemi Kujtim Shalën, e kemi Vlora Qitakun, Emilia Rexhepin, por e kemi edhe një serb që e pranon Republikën e Kosovës dhe kontribon si për shtetin, ashtu edhe për komunitetin serb. Dhe tash së fundmi, natyrisht, me qenë se nuk i mora 6 nivotet e nevojshme, dhamë edhe propozimin tjetër, pavonesë, me këtë do të merremi më një herë pas balotazhit, dhe çfarë duhet të theksuar është që opozita ka në dorë që ta zgjedh rrugën e më tutjeshme. Vjojmë edicionin me lajme të tjera. I dyshuari për vrasjen e dy fish në Malisheva Street Isufi është liruar këtë të shtunë nga spitali. Në momentin e daljes nga spitali, Isufi ishte me pranga i rrethuar me policë. Ai ishte gjetur në një shtëpi të pabanuar në fshatin Ploqicë, me njerë të Malishevës, ndërsa më pas ishte dërguar për trajtim të mëtejmë në QKUK. Seanca për caktimin e masës së paraburgimit ndaj Isufit u mbajt mes ditën e së shtunës në klinikën e kirurgjisë abdominale. Gjykata themelore në Gjakov ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Zëdhënësi i gjykatës Lek Muçaj ka bërë të ditur se kërkesa për paraburgim është aprovuar pas kërkesës së paraqitur nga Prokuroria Themelore e Gjakovës. Gjykata Themelore në Gjakov ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore për caktimin e masës së paraburgimit në kozgjatje prej 30 ditësh ndaj A.I. për 2 vepra penale, vrasje e rëndë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Masa e paraburgimit llogaritet nga data 7 nëntor deri me 6 dhjetor 2025, ka thënë Muçaj. Vdekjen e gjeti edhe një i moshuar i cili të premten është goditur nga një vetur në Prizren, shoferi së cilës ishte një polic. Në momentin e goditjes ai ishte duke kaluar rrugën, tha policia. Si pasojë e lëndimeve, viktima ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar për obduksion. Rasti është duke u trajtuar nga IPK-ja, thot në njoftimin e policisë. Inspektorati policor i Kosovës të premten ka njoftuar se polici i është i dyshuar për këtë aksident me fatalitet në Prizren është arrestuar. Bazuar në veprimet fillestare hetimore, dyshohet se drejtuesi i veturës nuk ka përshtatur shpejtësinë e drejtimit të mjetit me kushtet e rrugës, duke shkaktuar aksidentin, thuhet në njoftimin e IPK-s. Ndërkaq një aksident mjaft i rëndë me shumë të përfshirë ndodhi në fshatin Vrell të Istogut. Si pasojë 9 persona kanë marrë lëndime e janë dërguar mbrëmjen e së premtes në spitalin e Pejës. Spitali të shtunën ka njoftuar se 2 pacientë janë transferuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. Pas ekzaminimeve dhe trajtimit mjekësor, 2 pacientë janë transferuar në QKUK, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. 2 pacientë janë duke u trajtuar në spitalin e përgjithshëm në Pejë. 5 pacientë pas trajtimit janë liruar për në shtëpi, ka njoftuar Spitali i Pejës. Kurse një njoftim nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë me dije se është ndaluar importi i shpesve dhe produkteve të tyre nga Gjermania, Hungaria dhe Italia. Kjo si pasojë gripit të shpesve. Derisa ky agjencion dha sqarimet e tij, qytetarët ndihen të pasigurt për konsumin e mishit që vjen nga jashtë.
Importi nga Hungaria, Gjermania dhe Italia. Prej kur kjo sëmundje është e pranishme në këto shtete, kjo agjenci ndaloi importin e tyre. Në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit në fuqi dhe në zbatim të masave parandaluese për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, shpezve si dhe sigurisë ushqimore në Republikën e Kosovës, AOV vendos si vijon. Ndalohet importi i shpezve të gjalla dhe i produkteve të tyre që kanë origjinën nga shteti i Gjermanisë, Hungarisë dhe Italisë. Gripin e shpezëve po e cilëson si kërcënim për përhapjen e një sëmundje infektive virale, profesori mjekësisë veterinare Kurtesh Sherifi. Gripi i shpezëve paraqet një kërcënim për përhapjen e një sëmundje infektive virale, e cila transmetohet përmes shpezëve. Problemi është që transmetimi bartet përmes shpezëve shtektar. Sherifi tregon se kjo sëmundje hyn në kategorinë A. Megjithatë, sipas tij, produktet që vijnë nga këto shtete janë të sigurta për konsum. Janë të sigurta se ky virus shkakton probleme shëndetësore nëse shpërthimet janë në shpend aty paraqitet sëmundje dhe duhet të reagojë autoriteti me të gjitha masat. Por ndryshe mendohet nga qytetarët që importojnë këto produkte. Vallaqat vjen jashtë është sigurt, me siguri, e përdoren më shumë thuajt. Ky qytetar shprehet i kënaqur me produktet vendore. A jeni të kënaqur me prodhimet vendore? Prodhimet vendore janë mira. A janë cilësore? Cilësore, shumica po. Ka dhe të tillë që thotë se në asnjë variant nuk blejnë mish që vjen nga jashtë. Në përgjithësi nuk e konsumoj mishin fare. Nga viti 2021, pothuajse 20 shtete të Evropës janë prekur nga gripi i shpezëve. Për shëndetin e tyre të friksuar janë edhe qytetarët e Drenasit që po i druan ndonjë epidemie pasi që kanë mbetur pa ujë tash një javë. Kjo për shkak të turbullirës krijuar në kanalin e Iberlepencit. Me të njëjtin problem, po përballen edhe disa komunat e tjera që furnizohen nga i njëjti kanal. Rezervat e ujit i ka siguruar të paktën për sot. Ky biznes në qendër të Drenasit po vuan nga mungesa ujit tash e disa ditë. Si pasojë e kësaj, puna po zhvillohet me mjaft vështirësi. Mirëqenia personale nuk është aq breng për ta sa ajo kolektive. Na kemi veç në frikë, son ndërtesa, so fëmija, është në epidemi në përhapet, të zakonisht dhe bonorat që kena poste për shtëpia në kanë shterë për shkak dërtimet larta. Problemi me ujë si pasyre është i kamatshëm, teksa tregon se si po ja dalin këto ditë për të siguruar ujë. Sot shi janë gëzu që dikush oro me shi, koha aty në përkëshilla kanë bonor, shkojnë e i bojnë të lashë, morëm ujë. Bidona shishe me ujë këtë ditë mund të shohësh gjithandej në përqendër të qytetit. Një qytetar tjetër thotë se vërshimet që ndodhen tek Urare në Mitrovic kanë ndikuar edhe tek ta në Drenat që të mbesin pa ujë. Pse ka ndoaj rasti Mitrovic që ujë që deshemi marrë ato urat që përndërtohen, pe atë që nuk kem probleme me ujë. Ky thotë se rezervat e tij janë duke shkuar ka fundi urë pasore. Unë për veti kam rezervorin alt, për 2-3 mjafton, po tash duhet me bojë dikon, më gjinë. Për krejt këtë situatë nga komuna Drenasit kanë kërkuar llogari nga kompania rajonale Ujësjellse, të cilët gjatë së prandës dolën me një njoftim. Për shkak të turbullirës së krijuar në kanalin e Iberlepencit, po kemi probleme në ITU Shkapaj. Si shkak i kësaj turbullire është rregulluar furnizimi me ujë në disa pjesë të Fushë Kosovës, Obiliqit të Drenasit dhe po ka ndikim edhe në disa pjesë të Prishtinës. Aktualisht ITU Shkapaj nuk është duke trajtuar ujë. Për shkak të këtij halli, qytetarët e Drenasit janë ftuar për protestë të hënën nga ora 12. E derisa të rregullohet kjo çështje etike për ta, këtyre nuk mbetet gjë tjetër veçse të luten. Inshallah vam lavje ujë. Jo për ujin, por për rrymën po vlon një shqetësim tjetër në gjithë Kosovën. Energjia elektrike po pritet të shtrenjtohet sërish që nga janari vitit 2026. Kjo për shkak të taksës për ndotjen nga karboni. Çmimi i energjisë elektrike pritet të rritet sërish në fillim të janarit. Nga i pari i 2026-s, Kosova do të jetë pjesë e implementimit të një direktive evropiane. Gradualisht do të fillojë zbatimi një takse për ndotje nga karboni.
Kjo konsiderohet një barë shtesë e cila do të ndikojë drejt për drejt në çmimin e energjisë. Është herët të konstatohet sa do të jetë përqindja, por definitivisht do të ketë ndikim direkt, indirekt edhe perifer në ngritjen e energjisë elektrike, por besoj nga tëra kjo do ta kemi një mesazh të qartë, sa më shpejt është e mundur institucionet tona do të i krijojnë institucionet legale, do të kenë strategji zhvillimore dhe mbi të gjitha sektori i energjisë të jetë një ndër prioritete kryesore. Sipas Gërgjaliut, për Kosovën është rrugës të jetë fuqi eksportuese dhe jo të jetë e varur nga importi, e cila po ashtu po ndikon në çmime të papërballueshme. Do të kuptohet e vërteta e hidhur që Kosova shndron një shtet të varur nga importi. Vitin 2024 ne kemi pas një vit rekord me 6 miliardë 340 milion euro importe, po ky vit do të jetë me siguri vit rekord ku përafrohet importi me 7 miliardë dhe në qoftë se analizojmë strukturën e importeve tani dominon energjia elektrike ku sipas disa dhanave statistikore thuhet që në këtë vit kemi importuar afër 700 milion euro energji elektrike. Ne kemi pas një shtrejtim të energjisë elektrike në të kaluarën. Duke pasur parasysh se çmimet e energjisë në tregun evropian nuk kanë patur një rritje të ndjeshme, po konsiderohet e paarsyeshme të ndodhë në Kosovë. Duke pas parasysh tash edhe kthimin e blok tarifës pra për shpenzimet në nivele të ndryshme, atëherë konsideroj se ndikimi do të jetë kogja i madh, sidomos te shtresa sociale, pra që kemi një përqindje kogja të theksuar, edhe shpresoj që zërre pra ta ketë parasysh konsumatori, sepse konsumatori është mbi gjithë. Zyra e rregullatorit për energji tha se është ende herët për ndonjë vlerësim lidhur me ndryshimin e mundshëm të tarifave, pasi procesi i shqyrtimit ende nuk ka filluar. Rishikimi i tarifave të energjisë elektrike për vitin 2026 zhvillohet në periudhën janar 2026-mars 2026. Vetëm pas shqyrtimit të aplikacioneve dhe analizave përkatëse nga ZRE-ja, mund të jepen konkluzione mbi ndryshimet të mëndshme të tarifave. Aktualisht ZRE-ja nuk ka pranuar ende aplikacione nga të licencuarit për rishikim tarifor. Ky proces pritet të fillojë ka fundi i muajit dhjetor 2025. ZRE tha se vendimet për tarifat e energjisë elektrike zakonisht miratohen dhe publikohen në fund të muajit mars, pas përfundimit të procesit të shqyrtimit dhe konsultimit publik. Kosova ka edhe një hall tjetër, shteti ynë ende nuk është pjesë e zonës së vetme të pagesave evropiane, SEPA. Antarësimi aty është pezulluar pasi disa ligje përkatëse po shqyrtohen nga kushtetuesja. Nga 41 shtete që janë anëtare të zonës së vetme të pagesave evropiane, vetëm Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi janë anëtare nga Ballkani Perëndimor. Këto vende tashmë kanë nisur zyrtarisht pagesat në euro përmes këtij sistemi, i njohur si SEPA, ndërsa Kosova vazhdon të mbetet jashtë. Vendi nuk ka arritur të bëhet anëtare për shkak se ligjet që ishin parakosh për antarësim dhe që kuvendi kishte miratuar, aktualisht po trajtohen nga gjykata kushtetuese. Se për cilat ligje bëhet fjalë, tregon avokati Azdren Bytyshi. Mandamentimin e ligjit për parandalimin e pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit, gjykata kushtetuese, duke pasur parasysh rëndësinë e inkuadrimit të Kosovës në SEPA dhe rëndësinë e zvogëlimit shpenzimeve të qytetarëve tonë, do duhet që me prioritet të trajtojë këto ligje që të jepi politik përfundimtar. Gjykata kushtetuese nuk ka dhënë asnjë afat se kur do të publikohet vendimi për këto ligje. Kjo lëndë është duke u shqyrtuar dhe vendimi do të merret pasi të analizohen të gjitha aspektet kushtetuese të pretendimeve të bëra në kërkesë nga pala parashtruese në përputhje me Kushtetutën, ligjin për gjykatën kushtetuese dhe rregullorën e punës së gjykatës. Nga dhoma e tregtisë dhe industrisë thonë se vendi mund të humbas miliona euro për shkak të kësaj vënese. Për neve është shqetësuese që kaq kohë gjatë mbet pa një përgjigje nga gjykata kushtetuese e cila i ka lënë në dorë, domethënë ka mbetë kohë gjatë u bë kjo punë dhe është normalisht shqetësuese për neve sepse sa më shumë që ne vonohemi, aq më keq e pson ekonomia dhe vendi jonë në përgjithësi. Sipas Ahmetit, përveç dëmeve ekonomike, vonesat mund të ndikojnë edhe në uljen e besueshmërisë së tregut kosovar për investitorët e jashtëm. Do të presin me javë për moralizu transferi bankar, që kjo normalisht pastaj krijon atë pasigurinë dhe themi mosbesimin krijohet në mes të partnerëve, pastaj çmimet e shtrenjta jashtëzakonisht themi të pagesave që duhet. Në këtë rast të çmimeve të shtrenjtave këtu përfshihen padyshim edhe vetë qytetarët.
Antarësimi në SEPA do të lehtësonte pagesa ndërkombëtare duke i bërë ato më të shpejta, më të lira dhe më të thjeshta si për qytetarët, ashtu edhe për bizneset e Kosovës. Kosova po mbetet prapa rajonit e madje e fundit në rajon, edhe sa i përket pjesëmarrjes së grave në tregun e punës. Kjo e gjetur u prezantua edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Njohësit e fushës e institucionet japin disa arsye për këtë, ani pse qeveria krenohej me progresin në punësimin e grave dhe fuqizimin e rolit të tyre. Gratë në Kosovë kanë pjesëmarrjen më të ulët në tregun e punës në rajon. Këtë dhe shqetësuese nxjerr raporti i progresit i Komisionit Evropian për vitin 2025. E një ndër sfidat kryesore sipas Inspektoratit të Punës mbetet pushimi leonis. Kështu thot Riza Plakolli nga ky institucion. Rreziqet më të zakonshme në të cilat përdoren në vendin e punës për gratë janë mos respektimi i pushimit të leonis, ku dje për linjës telefonike patëm një palë ankuese që momenti kur ka lindë ju kanë shkput marrëdhënia e punës nga një biznes dhe në mënyrë automatike kemë dërgu inspektor për trajtimin e rastit. Mrena 30 ditë se është dje kemë pat linjë telefonike edhe mrena 30 ditë inspektorati i punës del me vendim përfundimtar. E bara e përgjegjësisë familjare në tërësi shihet si ndikuese gjithashtu nga drejtoresha ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore në zyrën e kryeministrit Edi Gusia. Gratë në Kosovë kanë pjesëmarrjen më të ulët të tregut në tregun e punës në rajon, është një prej statistikave më shqetësuese, do thotë ka lëviz vitet e fundit, ka lëviz në 25.4%. Arsyet janë të shumta. Fillimisht ka të bëjë me barën e përgjegjësive familjare, gratë kosovare ende kalojnë 6.3 orë në ditë në punë të papaguar rreth obligimeve familjare. Mungesa e kopshteve. Qeveria e Kosovës në disa raste është krekosur me përfshirjen e grave në tregun e punës dhe ndihmën që ua ka dhënë ndërmarrjeve që udhëhiqen nga gratë. Fort mirë në raportin e progresit SUPA Kosovas në fushën e arsimit, por për te atyre të gjeturave një problem tjetër me cilin po përballet vendi është rritja e numrit të braktisjes së shkollimit në ciklin e mesëm, madje edhe atë fillor. Brenda kësaj klase janë vetëm 7 nxënës. Ndonse këtu në shkollën fillore Bajram Curi në Hens të Fushë Kosovës, kjo ju jep disa përparësi, sërish përcillet me disa avantazhe. Nxënësit e kanë thuajse të pamundur të zhvillojnë aktivitete grupore brenda klasës, pasi as numri nuk është i njëjtë. Vështirësi që paraqiten me numrin e ulët të nxënësve janë zakonisht aktivitetet të ndryshme që i bëjmë në klasë në mënyrë grupore. Aty kemi më shumë vështirësi, por në anën tjetër kemi edhe përparësi sepse mund të merremi individualisht me secilin në bazë të vështirësive të cilet ata i kanë. Numri i nxënësve brenda kësaj shkolle është ulur për arsye të ndryshme, por jo për pakënaqësi ndaj institucionit. Kemi pas raste kur janë larguar nxënësit nga shkolla, disa për shkak të vendbanimit e kanë ndruar dhe disa të tjerë kanë emigruar jashtë vendit. Numër të ulët të nxënësve ka edhe klasa e mësimdhënëses Albulina Brukshi. Ajo thotë se për aktivitete grupore të mëdha mblidhet e gjithë shkolla. Sigurisht që me një numër të vogël të nxënësve është një sfidë për ne mësimdhënëset, sepse mungojnë aktivitetet e mëdha grupore, por ne si mësimdhënëse kreative dhe moderne mundohem që mi përmbush kërkesat e nxënësve dhe grupohemi, nuk i lajmë keq fare për këto aktivitete të tilla, edhe mblidhen gjithë nxënësit e shkollës për të bërë aktivitete të mëdha. Sipas statistikave të ASK-s për vitin 2024-2025, numri i nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët ishte mbi 208.000, prej tyre në sektorin publik ishin 95.5% dhe në sektorin privat 4.5%. Krahasuar me vitin shkollor 2023-2024, sipas ASK-s, shihet se sektori publik ka një rënje të numrit të përgjithshëm, kurse sektori privat ka një rritje të lehtë të numrit të nxënësve krahasuar me vitin paraprak. Një nga shkaqet e numrit më të ulët po konsiderohet edhe braktisja e shkollimit. Në arsimin parauniversitar, braktisja nuk është shumë e theksuar, por megjithatë ndodh. Edhe mendoj se institucionet arsimore duhet të bëjnë më shumë, sidomos në shkollën e mesme të lartë që i themi ne, aty është braktisja e theksuar edhe aty duhet të punohet që të ndërpritet
të parandalohet të ndërpritet në veçanti për komunitetet e pafavorizuara, siç janë fëmijët të rinj, rom, ashkali dhe ata egjiptianë. Sipas të dhënave që Ministria e Arsimit i ka dërguar televizionit të shtatë, numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin fillor dhe të mesëm të ullët në vitin 2024-2025 është 107. Shifër më e lartë është tek niveli i shkollimit të mesëm të lartë 1069, ndërsa 604 prej tyre janë larguar jashtë vendit. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të shtune. Ju kujtoj që gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar, ndërkaq në 20:45 ju pret edicioni më i ri emisionit Pressing, ndërkaq nesër qysh përpara orës 7 të mëngjesit i gjithë ekipi i televizionit 7 do të jetë në transmetim të drejtë për drejtë gjatë gjithë ditës në maratonën zgjedhore për balotazh. Faleminderit që na ndoqët për të informuar, mirëmbëjtje.